Mbrëm rreth orës 12:30 pa i qerek, rreth orës 1, është djegur një panel i katit 4 tek materniteti Durrësit. Si pasojë djegjes së këtij paneli, ka pasur tymra në pavion. Për këtë arsye janë shpërngurë të gjithë të smurët nënat që kanë qenë të shtruar aty. Në një kat më poshtë, në katin e tretë dhe në katin e dytë përkatësisht të njëjtës godinë maternitetin e Durrësit. Arsyeja e rënies edhe djegjes së këtij paneli do të nxjerret mbasi erën dhe organet kompetente, erën dhe zjarfikset për të mbikëqyrur situatën dhe për të vënë për çdo rrezik që mund të kishte, erën dhe organet kompetente, domethënë prokuroria që të shikonte vetë vendin ngjarjes, mbasi ato të takqyren dhe të vendosin, do të dali se nga shkaku nga cili ka ardhur, përse ka ardhur kjo djegje. Sa ditë do zgjasin parimin? Po, riparimin do të duke filluar që mbrëm janë marrë masat, funksionojnë të tre katët e mëposhme funksionojnë të tre katët, të gjitha siç u thashë më sipër, të gjithë pacientët që ishin shtruar janë po përsëri në spitalin po në maternitetin e Durrësit dhe fëmijët dje besoj 13 fëmijë ishin, doktor? 17 fëmijë janë po në maternitet, janë në maternitetin e Durrësit. Rastet të cilat erdhën mbas kësaj ore, ne i çuam me urgjencë në drejtim të maternitetit Tiranës, pasi aty kushtet nuk ishin për të vazhduar punën. Vetëm rastet që erdhën për të lindur mbas orës 1 operacionit. Tymi që doli mbas djegjes së paneli bëri që gjithë personeli që ishte në shërbim në orën 12:30 të natës të mobilizohej dhe të sposonin në katët e mëposhme pacientët dhe të përsalindurit, që kaloi pa komplikacione. U thërrit teknika e spitalit, njëkohësisht me zjarfikset, dhe u rivendos në një kohë të shkurtër ndriçimi dhe ngrohja e spitalit në katët e mëposhme dhe u sigurua akoma të kujdesi për pacientët që mbetën të shtruar në spital. Aktualisht në spital funksionon ndriçimi, ngrohja dhe do shikohet sot mundësia për të rivendosur dhe sa më shpejt funksionin e katit 4, ku është blok operator dhe sallat e lindjes. Deri në momentin kur të jenë të gatshme për të punuar në këto ambiente, do përdor një nga sallat e operacionit të kirurgjisë për pacientët tona, njëkohësisht një pjesë e rasteve që nëse do ketë mbi ngarkesë, do t'i transferojnë në drejtim të Tiranës dhe ky transport është siguruar me anë të autobulasave që janë në gatishmëri të plotë që mbrëm në orën 1 të natës. Transporti ishte menjëhershëm, nuk pati asfiksim që krijonte probleme shëndetësore. U transportuan në mënyrë të menjëhershme, se fatmirësisht nuk ishin shumë, kati 4 nuk është se ka shumë ngarkesë në pacient. Janë vetëm pacientët që janë operuar. Mbrëm ishin 4, kështu që sapo u ndjetymi, u transportuan nga personeli që ishte në shërbim, që ishin nga dëshmëri, brenda 5 minutash ato u transportuan në katët e mëposhme. Nga mbrëm mbas orës 1 në Tiranë ka shkuar 2 pacientë. Për lindje. Domethënë derisa i përmet rivendosë situatën, gjithçka do bëhet Tiranë, lindje të Tiranës. Një pjesë mund të bëhet edhe këtu, në rast urgjence që nuk premton koha për të çuar në Tiranë, mund të bëhen këtu operacion ose një lindje normale.